Horoskopi ditor, 18 janar 2026, dashi, sot, hëna e re hap një derë të re në jetën tënde, një moment i fuqishëm që shënon fillime, vendime dhe një drejtim të ri. Kjo hënë e re nuk është e zakonshme, ajo prek drejt për drejt ambicien tënde, karrierën, imazhin publik dhe qëllimin jetësor. Është sikur universi të ndalon për një çast dhe të pyet, ku dëshiron të shkosh tani? Energjia e kësaj dite të shtyn të mendosh seriozisht për rrugën profesionale, për statusin tënd dhe për mënyrën se si dëshiron të shohin të tjerët. Ke më shumë qartësi për të kuptuar se cilat zakone, mendësi apo situata duhet t'i lësh pas, sepse nuk të shërbejnë më. Ajo që dikur ishte e pranueshme, tani duket si një pengesë, fakt astrologjik i rëndësishëm. Hëna e re lidhet gjithmonë me mbjelljen e farave të reja. Çfarë mendon, planifikon dhe vendos sot, ka gjasa të zhvillohet gradualisht gjatë javëve dhe muajve në vijim. Për dashin, kjo hënë e re aktivizon sferën e autoritetit, suksesit dhe përgjegjësisë personale. Sot ke një fuqi ndikimi shumë më të madhe se zakonisht. Fjalët e tua dëgjohen, prania jote vihet re dhe vendimet që merr kanë peshë. Mund të ndjesh një ringjallje të brendshme, një ndjesi sikur po rifiton kontrollin mbi jetën tënde. Është koha ideale për të punuar me vetëdisiplinën, sepse çdo përpjekje në këtë drejtim do të japë rezultate konkrete. Nëse ke ndier se karriera, reputacioni apo objektivat e tua kanë ngecur, ky është momenti për një reset të pastër. Vendos synime të qarta. Vizualizo veten aty ku dëshiron të jesh. Demi, sot, Demi, hëna e re aktivizon zonën e rritjes, udhëtimit, dijes dhe zgjerimit mendor, duke sjellë një ndjesi të fortë se po shkon diku, jo vetëm fizikisht, por edhe shpirtërisht. Karizma jote personale është më e fortë se zakonisht dhe njerëzit e ndjejnë energjinë tënde të sigurt. Kjo hënë e re vjen për të nxjerrë nga rutina e zakonshme dhe për të shtyrë drejt përvojave që të hapin mendjen. Fakt astrologjik, kur hëna e re ndodh në këtë sektor, ajo sjell fillime që lidhen me studime, udhëtime, botime, ide të reja, filozofi jete dhe vizion afatgjallë. Për Demin, kjo është një thirrje për të mos qëndruar më brenda kufive të zakonshëm. Mund të ndjesh se po shkputesh nga e kaluara në një mënyrë të heshtur, por vendimtare. Zakone të vjetra, mënyra të menduari apo frikë nga e panjohura fillojnë të bien. Në javët në vijim, mundësi për edukim, aventura, ndarje idesh ose përvoja që të zgjerojnë horizontet shfaqen natyrshëm, transporti, lëvizja dhe dalja nga rutina marrin rëndësi. Një udhëtim, edhe i shkurtër, mund të ketë ndikim të madh në këndvështrimin tënd. Me miq, përjeton biseda frymëzuese dhe plane që të nxjerrin nga komforti. Kjo është një periudhë ku guximi yt rritet dhe dëshira për të provuar diçka të re bëhet më e fortë se frika. Mesazhi për Demin. Durimi yt natyror do të ndihmojë, por mos e shtyn ndryshimin. Binjakët, binjak, kjo hënë e re shënon një kthes të fuqishme të brendshme. Ajo të shtyn të kthesh një faqe të rëndësishme të jetës dhe të shohësh qartë nevojat e tua emocionale, financiare dhe intime. Ndodh në sektorin e thellësisë, transformimit dhe burimeve të përbashkëta, duke sjellë ndërgjegjësim të papritur. Fakt astrologjik, hëna e re në shtëpinë e 8 lidhet me ndryshime rrënjësore, çlirim nga varësi, rregullim financash, besim dhe lidhje emocionale të thella. Mund të ndjesh dëshirën të mos varesh më nga të tjerët, ose të rregullosh çështje besimi që kanë ndikuar jetën tënde. Në javët në vijim, një problem i vjetër financiar ose emocional mund të gjejë zgjidhje. Mundësi për të ndarë barën me dikë, për bashkëpunim ose për mbështetje shfaqen natyrshëm. Një marrëdhënie intime mund të kalojë në një nivel më të thellë, ose mund të zbulosh një forcë të fshehur brenda vetes. Je më i gatshëm të shkosh në thelb të gjërave, duke e bërë këtë një kohë ideale për analizë, kërkim, hetim dhe projekte që kërkojnë përkushtim. Një bisedë e rëndësishme ose një lajm financiar mund të të vërë në lëvizje dhe të ndezë një plan të ri. Mesazhi për binjakët, e vërteta nuk të trem më, përkundrazi, të çliron. Gaforja, gafore, si shenjë e sunduar nga hëna, çdo hënë e re të prek fort, por kjo është veçanërisht e fuqishme.
Ajo ndodh në shenjën tënde të kundërt dhe sjell fokus të madh të marrëdhëniet, partneritetet dhe bashkëpunimet një për një. Fakt astrologjik, kjo hënë e re hap cikle të reja në lidhje romantike, profesionale ose personale. Duke kërkuar ekuilibër mes unë dhe ne, në javën në vijim, negociatat dhe marrëdhëniet janë në qendër. Mund të fillojë një kapitull i ri ose të ringjallet një lidhje ekzistuese. Tani është momenti të rishikosh rolin tënd në një marrëdhënie dhe të vendosësh të japësh maksimumin, por pa humbur veten. Je më i aftë të bindesh, por edhe të bësh kompromis. Kur i lë hapësirë tjetrit të shkëlqejë, marrëdhënia thellohet. Një qëndrim i ri, më i guximshëm dhe më i hapur, sjell rritje dhe besim. Mesazhi për gaforen: kur hap zemrën pa frikë, lidhjet bëhen më të forta. Luani, kjo hënë e re i jep energji të re planeve dhe vendimeve të fundit. Ajo ndodh në sektorin e punës, shëndetit dhe rutinës, duke të ftuar të fillosh nga e para në mënyrën se si jeton përditshmërinë. Fakt astrologjik, hëna e re këtu sjell fillime në zakone, stil jete, organizim dhe mirëqenie fizike. Ke dëshirë të vësh rregull, të përmirësosh shëndetin dhe të menaxhosh më mirë kohën. Është një moment ideal për të krijuar rutina të reja, por objektivat duhet të jenë reale dhe të arritshme. Mos e mbingarko veten, energjia dhe entuziazmi rriten dhe je i gatshëm të japësh më shumë për të arritur rezultate. Ritmi i përditshëm mund të përshpejtohet, por kjo të motivon. Dëshira për të zgjidhur probleme dhe për të përmirësuar detaje është e fortë. Mesazhi për Luanin: suksesi fillon nga disiplinat e vogla. Ndryshimet e sotme ndërtojnë forcën e nesërme. Virgjëresha, sot, hëna e re ndodh në shtëpinë tuaj të 5 diellore, dhe kjo nuk është një lëvizje e zakonshme. Është një shtysë e fortë përpara, një thirrje e qartë që ju fton të dilni nga kornizat e zakonshme dhe të shprehni veten në mënyra më të guximshme, më personale dhe më autentike. Kjo hënë e re ndez fuqishëm dëshirën për vlerësim, admirim dhe reagim pozitiv nga të tjerët. Energjia e kësaj periudhe prek drejt për drejt jetën romantike, marrëdhënien me fëmijët, hobet, argëtimin dhe çdo formë krijimtarie. Mund të ndjeni se doni të investoni më shumë nga vetja juaj në dashuri, në një projekt artistik ose në diçka që ju jep kënaqësi të pastër. Kjo është koha për të rizbuluar shijen e jetës. Për virgjëreshën, kjo është veçanërisht e rëndësishme, sepse ju shpesh harroni veten duke u përqendruar tek të tjerët apo tek detajet, në aspektin profesional ose të biznesit. Kjo periudhë është shumë e fortë për të sjellë më shumë individualitet në atë që bëni. Nuk mjafton më të jeni vetëm korrekt dhe i saktë, tani kërkohet shenja juaj personale. Një ide kreative, një mënyrë ndryshe prezantimi, një projekt që flet për ju si individ, mund të hapë dyrë të reja. Mund të zbuloni kanale të reja shprehjeje, shkrim, publikim, rrjete sociale, art, apo forma të tjera ku zëri juaj dëgjohet. Peshorja, hëna e re e sotme hap një cikël të ri riorganizimi dhe zhvendosje e energjie në jetën tuaj familjare. Vëmendja juaj drejtohet fort te shtëpia, rrënjët, siguria emocionale dhe sistemet mbështetëse në jetën tuaj. Pyetjet: kush më mbështet? Dhe si mbështes unë të tjerët? Dalin në plan të parë dhe kërkojnë përgjigje të sinqerta, ndërsa ecni përpara, ka gjasa të lindin interesa të reja dhe mënyra të ndryshme për ta parë jetën personale. Kjo është një periudhë e mirë për të nisur nga e para, por pa nxitim. Merreni shtruar, hap pas hapi, duke shijuar ndjesinë se keni mundësinë të ndërtoni diçka më të qëndrueshme dhe më të ngrohtë për veten. Mund të shfaqen dëshira të pazakonta që ju shtyn të shpreheni ndryshe në ambientin e shtëpisë. Për shembull, mund të ndjeni nevojën të ndryshoni arredimin, të rregulloni hapësirat me një stil krejt të ri, ose t'i jepni shtëpisë një frymë më personale. Energjia që keni tani është e mjaftueshme për të marrë seriozisht me çështje familjare, pronësore apo emocionale. Nevoja për më shumë afërsi emocionale ose për një lidhje më të thellë me dikë mund të jetë shumë e fortë. Ju mund të gjeni mënyra frymëzuese dhe kreative për të përmirësuar jetën në familje, për të kaluar më shumë kohë cilësore me njerëzit e dashur
Akrepi, hëna e re e sotme sjell ndryshime të dukshme në ritmin tuaj të përditshëm dhe riorganizon prioritetet tuaja, veçanërisht në mënyrën si i menaxhoni aktivitetet ditore, si komunikoni me të tjerët. Jeni në formë shumë të mirë për të marrë me disa projekte njëkohësisht, për të qenë në dijen e asaj që po ndodh rreth jush dhe për të eksploruar informacione që mund t'ju hapin horizonte të reja. Mund të përballeni me ide, biseda apo lajme që ju ndryshojnë mënyrën e të menduarit dhe ju nxisin të shihni botën nga një këndvështrim tjetër. Një projekt i veçantë mund t'ju entuziazmojë dhe t'ju mbajë mendërisht të angazhuar. Stimulimi mendor dhe larmia janë motivuesit kryesor tani. Të eksperimentoni me mënyra të ndryshme komunikimi, të flisni hapur, të dëgjoni më shumë ose të shprehni mendimet tuaja ndryshe nga zakonisht mund të jetë shumë kënaqëse. Përpjekjet për të mësuar diçka të re, për të zhvilluar aftësi apo për të thelluar njohuritë tuaja janë veçanërisht të favorizuara gjatë kësaj periudhe, ndërsa ditët dhe javët përparojnë. Keni energjinë e duhur për të marrë kontrollin e detajeve të jetës së përditshme dhe për të përmirësuar lidhjen mendore me njerëzit përreth. Kjo është koha për të shijuar procesin e mendimit, eksplorimit dhe mësimit. Jini të hapur ndaj idesë se ju nevojitet më shumë stimulim intelektual në jetën tuaj. Shigjetari, hëna e re e sotme ju jep një ndjesi të fortë fillimit të ri, shigjetar, dhe kjo energji lidhet kryesisht me marrëdhënien tuaj me paratë, sigurinë materiale, komoditetin dhe çështjet e biznesit. Është një moment ku universi duket se ju thotë, nis nga e para dhe ndërto diçka më të qëndrueshme. Hëna e re pastron terrenin dhe hap dyert të reja në fushat e financave personale, talenteve dhe burimeve tuaja. Por kjo periudhë nuk ka të bëjë vetëm me para. Ajo prek edhe vetë vlerësimin. Nëse keni ndjerë se njerëzit përreth jush nuk ju kanë vlerësuar sa duhet, tani lind nevoja për të riorganizuar jetën në një nivel më të thellë emocional. Është koha të vendosni kufi dhe të kërkoni atë që meritoni. Kjo është një periudhë e rëndësishme për të parë talentet dhe aftësitë tuaja me sy të rinj. Mund të kuptoni se keni më shumë për të ofruar se sa keni menduar deri tani. Hapat që ndërmerrni për t'i përdorur këto burime në favorin tuaj mund të bëjnë një ndryshim real dhe afatgjatë. Ide emocionuese rreth pronës, biznesit, parave apo çështjeve praktike mund t'ju vinë pa pritur. Ju jeni të motivuar të zgjidhni probleme dhe të gjeni zgjidhje konkrete. Kanalizoni energjinë tuaj në një projekt apo kauzë të rëndësishme, diçka që ka potencial real për të përmirësuar jetën tuaj. Tani po prekni një burim të fortë krijimtarie dhe guximi të brendshëm. Bricjapi, hëna e re dhe rilindja personale. Bricjap, kjo hënë e re ndodh në shenjën tënde dhe sjell një fillim personal shumë të fuqishëm. Është koha për të rishpikur veten, për të përmirësuar imazhin dhe mënyrën si e paraqet veten në botë. Fakt astrologjik, hëna e re në shenjën tënde rrit energjinë, ndikimin dhe vetbesimin, duke hapur cikël të ri jetësor. Je i mbushur me energji, ide dhe vizion. Megjithatë, suksesi kërkon ritëm të qëndrueshëm. Planifiko dhe më pas vepro. Shpreja e vetes në mënyrë të re të sjell gjallëri dhe guxim, kujdes nga tensionet mendore ose shtyrja e gjërave në ekstrem. Përdor energjinë për projekte produktive. Një ide ose projekt i ri mund të të motivojë fuqishëm. Mesazhi për bricjapin, ti je arkitekti i jetës sate. Ndërto me mençuri dhe durim. Ujori, hëna e re dhe pastrimi brendshëm. Ujor, kjo hënë e re ndriçon botën tënde të brendshme. Fokusi është te qetësia mendore, përfundimi i cikleve dhe çlirimi emocional. Fakt astrologjik, hëna e re në shtëpinë e 12 lidhet me mbyllje, shërim dhe përgatitje për një fazë të re. Je më i prirur të reflektosh, të rregullosh mendimet dhe të largosh ngarkesat emocionale. Është një kohë për pastrim të brendshëm, jo për nxitim. Disa zbulime nga e kaluara mund të shtyjnë të veprosh ndryshe. Një frustrim i grumbulluar mund të shtyjë të thuash diçka që duhej thënë prej kohësh. Zhvillime të papritura në jetën private ose një zgjidhje e një problemi të vjetër janë të mundshme. Mesazhi për ujorin, duke liruar të vjetrën, krijon hapësirë për energji të re.
Peshqit, hëna e re dhe ëndrat për të ardhmen. Peshq, kjo hënë e re sjell një fillim të ri në jetën shoqërore, miqësi dhe ëndra afatgjata. Është koha për të ndërtuar lidhje, për të kërkuar mbështetje dhe për të ndarë vizionin tënd. Fakt astrologjik, hëna e re në këtë sektor ndihmon në mbjelljen e farave për qëllime të mëdha dhe projekte kolektive. Nëse je ndjer i shkëputur nga rrethi shoqëror, tani ndjen forcën për të bërë ndryshime. Aktivitetet në grup, studimet kolektive dhe bisedat intensive sjellin frymëzim. Një diskutim i sinqert ose edhe i fortë mund të shtyjë drejt një rruge të re. Miqësitë bëhen më aktive, kërkuese dhe domethënëse. Mesazhi për peshqit, ëndrat marrin formë kur ndahen me të tjerët. E ardhmja fillon tani.